Janë 2 muaj të cilët ata do vendosin për fatin e tyre politik. Pasi përveç se zoti Rama ka shumicën parlamentare me 83 deputet, do të formojë dhe qeverinë e re dhe duhet parë nëse në korrik dhe gusht ndonjërit prej tyre do të vi fati në derë përse përket posteve ministrore, zëvendës ministrave, drejtorive, të cilët të gjithë tashmë kanë hedhur sy dhe do presin verën e nxehtë, nuk do të jetë vetëm një verë e nxehtë për temperaturën, por do jetë një verë e nxehtë përsa përket karrierës politike për socialistët, ku do të vendoset në jug të vendit, pasi duhet themi që qeveria zotit Rama në paktën sipas kodit të etikës nuk duhet të pushojë jashtë vendit, por duhet të pushojë në Shqipëri dhe tashme së bashku me pushimet do të kenë dhe detyra të reja të cilat do t'i ngarkojnë dhe do t'ja jap zoti Rama së bashku me të gjitha strukturat drejtuese, por do të jetë interesante si do të jetë përbërja e qeverisë së re, nëse do të jenë deputet ata të cilët do të jenë dhe ministra apo do të jetë një formulë e rikthyer sërish ku ministrat nuk mund të jenë deputet, gjithçka pritet të ndodhë, duhet themi gjatë korrikut dhe gushtit dhe tashmë të gjithë do të kenë nga një detyrë. Nga ana socialistëve janë të qetë për këtë për shkak se pushteti ju jep mundësi atyre të marrin dhe poste, nëse jo poste politike, poste në institucione shtetërore.